qytetarëve. Në fakt, edhe në ato pajme për cilat po flasim, nuk shihet që po përdor dhunë ose po rezistojnë, por duket se po diskutonin, po fjaloseshin. Se duhet veprojë një policë kur nëse është fyer në atë rast, meqense nuk ka zë video? A duhet jeti përmbajtur për të mos bie preje provokimit të personit që shkon të arrestoj? Definitivisht po, në Akademinë për Siguri Publike janë të trajnuar dhe ka disa ligjërata të cilat marrin pikërisht për shkak të reagimeve të tyre. Mirë po, ju si që din këtë opinioni mbi në agjensinë e policisë janë mbi 10.000 zyrtarë policorë dhe në mesin e tyre mund të ketë të tillë që e keq përdorin detyrën. Është ligështi edhe nuk është absolutikisht veprim i mirë kur një person është i pambrojtur dhe në situata të tilla siç e kemi pa, apo dhe raste tjera, ai veç është i prangosur edhe ti po përdor forcë. I vetmi rast kur përdor zyrtari policor forcë apo dhunë është atëherë kur qytetari reagon apo reziston apo i pengon kryerjen e detyrës zyrtarit. Përndryshe asnjëherë, sidomos në raste të tilla kur personin fjalë veç ishte i parmatosur dhe nuk ishte asgjë me veti, pavarësisht që ne nuk i dim krejt rrethanat, për arsye sepse ato ndëgjej keni një zë, po nuk jam i sigurt se çfarë, po zyrtari policor është i përgatitur dhe duhet të jetë i trajnuar mirë që mos vepron mbi bazën e emocioneve dhe reagimeve të tilla. Sigurt mos ishte një kamerë e vendosur, pra mbase gjithçka do të ishte ndryshe. Çka ndodh në rastet kur nuk ka kamera, kur nuk dëshmohet në video? Janë disa veprime në këtë rast inspektorati policor që duhet mi ndërmarr. Njëra prej veprime është kur ka ankesë në këtë rast, automatikisht duhet të shkoj në vend zjarrin dhe të shikon se a ka kamera. Mirë po janë edhe veprime tjera procedurale, siç janë intervistime dëshmitarët apo dhe raporte ndryshme, cilat ekzaminohen edhe njoftohet prokurori i shtetit për edhe herë për përsëris. Këtu qëllimi është që ky rast shërben të zyrtarë të tjerë që mos. Qartë, ai shkon fjala për shembull të dëmtuarit, të akuzuarit në rastin konkret pa një qytetar i thjesht, kur ankohet kundër policit, edhe policia është i shoqëruar me dy kolegë tjerë, pra janë 3 veta, dhe në raportin e përballet të deklaratave a fiton policët gjithmonë? Jo gjithmonë. Sigurt mos kishte një video të tillë. Prandaj hetimi është kompleks. Edhe zyrtarët cilët janë në inspektorat, ku kam qenë edhe vetë pjesë, do të jenë shumë profesionale dhe do të i kryjnë veprimet e tyre hetimore në përputhje me ligjin. Do të nxjerrin shumë informacione me qëllim që ta zbulojnë të vërtetën, edhe unë shumë shpesh edhe publikisht e kam thënë se më mirë të shëtitën zyrtarë në këtë rast, ose një kriminal se një pafajshëm, po këtë rast kemi të bëjmë me një person zyrtar, e nga njëherë nuk mëj me kuptu edhe nuk binë dakord me ato, sepse disa zyrtarë policorë me një kontakt telefonit do të shkojnë në inspektorat, mirë po ndodhin nga njëherë disa spektakle me qëllim të arrestimit tyre, cilat nuk i bëjnë hije apo i bëjnë dëm fillim e shoqërisë Kosovë, pastaj edhe vetë institucionet këtë rast policisë Kosovës. Keni fjalën për arrestimet që janë bërë nga ana inspektoratit për policët në përpikat kufitare? Po edhe ajo edhe disa raste tjera për arsye. Ajo ishte më madhe kështu. Sepse në disa situata nuk nevojitet të bëhet spektakël të tillë, sepse janë persona zyrtarë dhe me një telefonat ata do të përgjigjeshin në inspektoratin policor, sepse edhe kanë obligim edhe pej punës që kanë bë, vazhdimisht kanë bashkëpunu dhe janë kanë gjithmonë bashkëpunues me IPK në këtë rast. Meqense jeni edhe avokati, jeni mirë ligjin, çfarë i pret këta policë nëse dëshmohet fajësia e tyre? Gjithmonë duke u bazuar edhe në atë video. Pakt këta aktualisht janë të arrestuar në ndyshimin për veprën penale është neni 195 dhe në bazë asaj që kujtoj është dënimi që i pret deri në 3 vite burgim, nëse vërtetohet krejt kjo se cili ka qenë apo veprimet e tyre. Me ato që kemi pa shumë çka dhe shumë i qartë është ky rast, mirë po unë nuk dua të paragjykoj. Përveç përgjegjësisë penale që këta zyrtarë policor i kanë në lidhur me këtë rast, ndaj zyrtarëve policor është edhe drejtoria e standardeve profesionale, cila ndaj tyre është e obliguar të merr masa disciplinore, cilat janë disa masa. Mirë po
Pra nëse shpallën fajtor. Përveç që dënuhen deri në 3 vjet me burgim, edhe humbin të drejtën për të kthyer në policinë e Kosovës. Nëse dënuhen më tepër se 6 muaj me burgim efektiv, ata ju shkputet edhe marrëdhënia e punës nga përvoja dhe nga rregullorët që janë në kuadër të policisë, mirë po dhe ligji për polici dhe ligji për inspektoratin policor të Kosovës. Sa dëmton imazhin e policisë në rast të tillë? Pra që aty janë 10.000 policë, pjesa dërmuese e tyre janë njerëz shembullor, është dëshmuar gjithmonë që policia e Kosovës ka besime më të madhe tek qytetarët, pastaj ka vlerësime edhe merita të mëdha për policinë, sidomos për punën që ka bërë për ta ruajtur rendin dhe sigurinë gjithandej territorit të Kosovës, por raste të tilla, sa dëmton? Prandaj edhe këtë bisedë me ju e fillova se ky rast do t'ju shërben policisë Kosovës dhe të përgatisin zyrtarë të tjerë, apo dhe këta që janë aktual, që mos binë ndesh me ligjin. Aja që ka duhet të thamë është se zyrtari policor nuk do t'jetë në mbi ligjin. Aja do t'jetë në shërbim të qytetarëve. Dhe gjithmonë nuk do t'me marë parasysh, mirë po gjithmonë do t'me ofru prova dhe fakte dhe me ofru ndihmë këtë rast një qytetari, në rastin fjalë, palës dëmt për cilën veç kishin shku me autorizim prokurorit për një vepër penale kanosës më arrestu, ka pas metoda dhe veprima apo taktika tjera që ai person të arrestohet edhe jo në një situatë tillë, mirë po le të shërben për policinë e Kosovës dhe për organet tjera dhe unë mendoj se është më tepër reagim emocional i aty në zyrtarë policor, për cilën nuk duhet ka lejkër, mirë po ka të bëj pak edhe me gjendit cilën po kalon komplet shoqëria ju. Afekton? I preket ata kjo situatë, kjo gjendje socio-ekonomike, politike?